Transformimi shpirtëror shpesh fillon me një ndjenjë boshllëku të brendshëm. Ti e kupton se gjërat materiale nuk të japin më kënaqësi. Kjo është shenja e parë, zgjimi i dëshirës për kuptim më të thellë në jetë. Shpirti yt fillon të kërkojë dritë, jo thjesht kënaqësi të përkohshme. Shenja e dytë është shkëputja nga njerëzit ose situatat që nuk përputhen me shpirtin tënd. Fillon të ndihesh i huaj në vendet ku dikur ndihesh e rehat. Kjo nuk është humbje, por pastrim shpirtëror, një ndarje që hap hapësirë për energji më të larta. Shenja e tretë shfaqet përmes ëndrave të fuqishme e vizioneve të qarta. Ëndrat bëhen më të gjalla dhe mbartin mesazhe që të lënë të mendosh gjithë ditën. Është mënyra se si shpirti yt komunikon me vetveten më të lartë. Shenja e katërt është intuita e forcuar. Fillon të ndjesh gjëra para se të ndodhin, ose të ndjekësh një zë të brendshëm që gjithmonë të çon në rrugën e duhur. Kjo është dhurata e shpirtit që zgjohet. Një tjetër shenje është ndjenja e fortë e paqes në mes të stuhisë. Ndërsa dikur reagoje me frikë, tani gjen qetësi në situata të vështira. Kjo është prova se transformimi yt shpirtëror po thellohet. Shenja e gjashtë është tërheqja drejt natyrës. Ndihesh më i lidhur me pyjet, detin, qiellin dhe kafshët. Është sikur çdo element të flas me shpirtin tënd, duke të kujtuar se je një me krijimin. Një tjetër shenjë e qartë është largimi nga frika dhe egoja. Fillon të lëshosh krenarinë e kotë dhe të jetosh me më shumë dashurie për ulësi. Shpirti yt po çlirohet nga prangat e egos. Shenja e tetë është dëshira për të ndihmuar të tjerët. Ti nuk kërkon vetëm për veten, por ndjen një thirrje të brendshme për të shërbyer dhe për të sjellë dritë në jetën e të tjerëve. Shenja e nëntë është pastrimi i energjisë. Fillon të ndjesh nevojën të largosh zakonet e këqija, mendimet toksike dhe të afrosh vetëm gjëra që të ushqejnë shpirtin. Është një rigjenerim i brendshëm. Shenja e fundit është ndjenja e bashkimit me universin. E kupton se nuk je një qenie e ndarë, por pjesë e një plani hynor. Ky është kulmi i transformimit shpirtëror, të jetosh me dashuri, vetëdije dhe dritë.